Përshëndetje të gjithëve. Çfarë duhet të bëni para se të filloni me turshijat? Gjithmonë për turshia unë përdor kavanoz, qelqe, edhe gjithmonë përdori kapak të ri. Pse duhet ta bëni këtë veprem? Sepse kavanozët, kur i kemi kapakët e ri, mbyllen edhe vakumohen shumë më lehtë. Filloj me procesin e parë. Mas pari kena me i pastru kavanozat mirë me ujë edhe me shkum, pra brenda dhe jashtë. Kavanozat i kemi ble, pra pe llogaritim që i kemi ble ose i kemi nga vjet, edhe i pastroni me ujë mirë. Pasi që t'i pastrojmë me ujë mirë, pra me ujë të bollshëm, vazhdojmë procesin e sterilizimit të kavanozëve. Për të gjithë ata që nuk e dinë se çka do me thonë me i sterilizu, tash e shikojmë. Kavanozat i merrni të pastruara edhe i vendosim në tenxhere. Kapakët gjithashtu edhe shtojna ujë. I mbulojmi me ujë mirë, që ujit ju dale mbe. Tash i vendosim në ploqë që uji të vloj. Edhe kavanozat i la me vlu për 15, 20 minuta, 30 minuta, edhe kështu bëjmë pra sterilizimin e kavanozve. Kjo është vetëm një mënyrë se si mundeni me i sterilizu kavanozët edhe me i pas të pastër. Edhe pse e bëjmë këtë veprem? Këtë veprem e bëjmë se kavanozin kur e blejmë, ose kur qëndron një vit pa u përdor, aty mund të përmbahen mikroorganizma të ndryshme edhe bakterje të ndryshme. E kur i sterilizojmë, ato mbyten, hiqen edhe kavanozi është i pastër. Pasi që ka vlu, me një herë e kthejmë përmbes. Edhe e lajmë kështu me u kullu në një pecet të pastër, gjithashtu edhe kapakët i lam këto që të kullohen mirë. Kjo ishte edhe mënyra e parë se si bëhet sterilizimi i kavanozëve. Tash do të shohim edhe mënyrën e dytë, që është e lehtë. Kavanozat i vendosim në furrë të shpëretit, kështu edhe i lshojmë furrën në temperaturë 150 gradë. Në 150 gradë do t'i la që kështu të sterilizohen për 30 minuta. Pasi kanë kalu 30 minuta, e leni furrën hapur derisa të ftohen, edhe këto janë gati pra për me fillu me konservu turshia, ajvare e tjerë e tjerë. Këto ishin 2 sekretet. Mirëmbëjtje.